e kam thënë, do vjoj ta them, njerëzit arrin të perceptojnë korrupsionin ka rrugët se rrugën e shohin që bie, Flavio. Rrugën e shohin, domethënë kjo që po ndodh në Juglindje. Duket si kjo që ndodh me qarkun Korç. Është ironi e fatit kjo? Ironi e fatit, unë po ju dëgjoja rrugës kur po vija në fakt, edhe ishte shumë e bukur ajo pyetja jote që ore si doja bëjnë këto 2 ditë që ka dalë dielli, se është katastrofë natyrore, dielli fort shumë, edhe çfarë rrugë do bjeri. Por thelbin e kisha këtu. Qytetarët që na ndjekin duhet të kuptojnë kaq. Arrin ta perceptojnë rrugën që bie dhe arrin të perceptojnë korrupsionin dhe vjedhjen. Problemi është që këtu si puna rrugëve janë gjithë sektorët. Tu shëndetësia janë si rrugët. Arsimi është si rrugët. Investimet e huaja, investitorët strategjik janë si rrugët. Nuk ke i kompanitë huaj. I ke gjithë kriminal njerëz me precedent penal. Pra, thënë këtë, rrugët mishëron më së miri, korrupsioni me rrugët dhe mos harroni sloganin e qeverisjes. Se Edi Ramës në 2013 kur erdhi, që Saliu i la rrugët rrugëve, dhe kjo ishte përgjegjësia e opozitës, sipas këtij kryeministri. Kështu që thënë këtë, në gjykimin tim, nuk ka model më të mirë dhe mishërim më të mirë se sa korrupsioni ke rrugët, korrupsioni ke Ministria e Infrastrukturës, për të kuptuar qytetari që na ndjek sot se cili është mentaliteti, mënyra si ka operuar kjo qeverisje dhe si janë bërë investimet. Dhe mos harroni diçka tjetër. Nëse Partia Demokratike i bënte rrugët dhe po të marr rrugën më të anatemuar dhe sulmuar nga mazhoranca e sotme, Durrës Kukës, e bënte një rrugë të kombinuar bashkë me çarjen e tunelit, bashkë me ndërtimin e urave, të kombinuar në 12 milion euro për kilometër, sot ka vajtur kosto 24 milion euro për kilometër. Dhe ke këtë kualitet. Ndërkohë një pyetje kam, si ka mundësi që nuk bie asnjë rrugë ndërtuar në KPD-s? Fati mund të ketë. Mund të ketë koincidenca deri tani. Domethënë janë fare thjeshta gjëra, ato domethënë e zbërthej në formë tillë për ta kuptuar më dhe njerëzit që na shohin që ore prit, mëse nuk është çështje vetëm politike, ka dalë ky i PD-s dhe po godet 8%. Jo, këto janë fakte. Nëse kemi fakte të ndryshme, hajde ti diskutojmë. Hitaj, ta filloj pikërisht nga kjo pjesa e rrugëve se duket edhe si një dënim gati, nëse do ishim bestyt, gati hynor për të treguar me gisht nga zonja Balluku si ministre infrastrukture. Çështja është që kryeministri na tha që pa atë dhe pa titullar të tjerë nuk funksionon në institucioni, nuk kishte kusht firmoste marrëveshjen me Kanada, nuk kishte kusht kontrollonte rrugët, e kështu që tani po na ngelin rrugët në dorë. Shiko, ka një gjë. Pak fati keq ky Belinës. Nëse kthehemi në retrospektiv, se dëgjova pak e zotin Klliçi, për së vërtetës ka disa të vërteta në ato që ka thënë zoti Rama në atë periudhë kohe. Rruga Durrës Kukës, që është një nga rrugët më të rëndësishme që është bërë, për së vërtetës në 2013 nuk ka qenë e përfunduar. Është bërë një koncesion i ri me 2 kompani, bashkim kompanish, me që kam qenë atë ministri dhe e kanë ndjekur për një periudhë shumë të shkurtër kohe, dhe rruga vonë ka përfunduar. Veprat e saj infrastrukturore para 2 vitesh përfundoi ura e Kukësit, për shembull, që u bë inaugurimi. Pra, ka një gjë, ka pasur një të vërtet, por ka dhe një të vërtet tjetër ajo që thotë zoti Klliçi, që cilësia ka qenë vërtet e lartë dhe nuk ka patur probleme. Pra, vërtet, edhe pse nuk përfundoheshin ndoshta 100%, shkonte 70%, 75%, pjesa që ishte e përfunduar